Komunës së Tuzit me shumicë shqiptare mbetet I pasgjidhur si pasojë e miratimit të ligjit mbi organizimin territorial në parlamentin e Malit të Zi, ku Malësia parashikohet të jetë pjesë e kryeqytetit të Podgoricës dhe jo komunë e pavarur si të tjera. Disa parti shqiptare në koalicion me partinë e kryeministit Gjukanović e mbështesin këtë formë të vetqeverisjes, por parti të tjera dhe disa analistë shqiptarë e cilësojnë vendimin të papranueshëm për shqiptarët në Malësi. Nga Podgorica njofton korrespondenti ynë Ali Salej. Përkundër kërkesave të vazhdueshme nga komuniteti shqiptar që Malësia të bëhet komune pavarur si komuna tjera në Malë të Zi, ajo mbeti përsëri e kufizuar për sa I përket veçeverisjes lokale. Parlamenti I Malit të Zi miratoi ndryshimet në ligjin mbi organizimin territorial, ku Malësia vazhdon të mbetet në përbërje të kryeqytetit të Podgoricës. Ky vendim hasi në reagime të ndryshme në opinionin shqiptar në Malë të Zi. Partia e Unionit Demokratik të Shqiptarëve, e cila është pjesë e koalicionit me Partinë Demokratike Socialiste të kryeministit Gjukanović, nuk e kundërshton këtë formë të veçeverisjes lokale. Nuk kemi emërtim të komunë të plot, në kuptim plot fjalës, por me të observojmë një krahasim të atyre ligjeve, të asaj çka parashihet, me ato ndryshime kemi të bëjmë me kompetenca të plota si çdo komunë tjetër në Malë të Zi, përveç kemi një lidhshmëri me kryeqytetin. Dhe e lidhshmëri duhet ta folim qita gjithë është politike. Ma shumë. Politike veç e njoftur për opinionin e qerë, që ka të bëjnë me mbajtjen e përrujtjen e pushtetit në Podgoricë, I cili na shkon themi kështu në favor edhe ne shqiptarëve në tërësi në Malë të Zi. Për kryetarin e Lidhjes Demokratike në Malësi, zotin Nikol Camaj, vendimi I parlamentit për statusin e komunës së Malësisë është I papranueshëm. Ajo çka është për ne papranueshëm dhe tutje mesin çështjet e cilat duhen të jenë objekt I marrëveshjeve me Podgoricën. E ne dim si kalojnë. Ne dëshirojmë që zgjedhjet të jenë afatgjata, të jenë në atë formë që mos të varen nga disponimi I kurrkujt. Dhe ne nuk mund të mbetemi territor I përhershëm kurban I Podgoricës. Nuk mund të jemi monedhë përkursore politike të asaj se kush do ta qeverisin politikën. Të jemi peng I situatës së paszgjedhur politike në Podgoricë. Edhe analistët shqiptar kundërshtojnë këtë model të veçeverisjes lokale dhe vlerësojnë se kjo formë nuk mundson realizimin e të drejtave dhe lirive të pakicave. Komuna o vendi ku realizohen drejtat e njeriut, drejtat e pakica kombëtare dhe të gjitha drejtat qytetare, civile në komunë. Komuna që ekziston tash për tash, ajo nuk I plotëson kushtet për arsye se është transmision kryeqytetit Malit të Zi dhe transmision I qeverisë. Befason fakti se madje as çështja e komunës së plot nuk ka arritur të unifikoj qëndrimet e spektrit politik shqiptar në këto treva. Kohëve të fundit kemi dy opcione. Pra kemi një opcion I cili kërkon që edhe të ardhmen kjo trevë pra të ketë një farë statusi I cili do të vazhdoj të jetoj në kuadër të kryeqytetit. Në anë tjetër kemi edhe opcionin tashme të kahmoqëm që edhe kjo trevë të jetë komunë plot. Komuniteti shqiptar I cili është popull shumicë në Malësi, që në fillim të zgjedhjeve të para shumë partijake kërkoi statusin e komunës së plot si të gjitha komunat tjera në Malë të Zi. Edhe pse zyrtarët më të lartë malazes në prag të zgjedhjeve çdo herë kanë premtuar realizimin e kësaj kërkese, me këto ndryshime Malësia vazhdon të mbetet me një veçeverisje të kufizuar. Për Zërin e Amerikës nga Malësia, Ali Salej.